Është një autorere e apasionuar pas letërsisë në zënësit tanë. I falenderojmë Zotin për kryqin të tani nuk ndodhën për Tojmë analisin. Profesoreshën Drita e Sufar që të thojë 2 fjalë për këtë aktivitet dhe për librin. Sërish si nxënësit fëmijët të afrohen me librin. Unë do të thosha mirë pa dashur që ka pas ndjem shumë mirë që shoh sërish kaq të me kaq energji, me kaq në agoni të përdjetë si vegani bravo. Bravo. Të kemi pranesh disa figura të rëndësishme të kulturës dhe letërsisë, të cilët me punën dhe krijimtarinë. Falenderoj shtëpinë botuese të Turia që na mbështeti. Ne si klub letrar artistik në Gjurmët e Dodonës kemi organizuar shumë aktivitete. Hera e dytë sërish me aktivitetet e klubit ishte me rastin e ditës së Nënterezës, ku përuruam edhe statuën e Nënterezës në qytetin e Beratit. Në mes tuaj kam qëndruar e jam duke u përmbluar. Që tua pakës dritë, natën tua për ditë. Ashtë ndrit reze lirije, në ato maja, një bjesht të pisu me lobraja, ku del kura e gjëmon për malë. Arnaut Osmani e interpretuar nga Ertugel, një këngë që lartëson trimërinë deri në qendrim. Dhe unë nuk dua të prish gëzimit të tjerë. Dhe që nuk dua të prish gëzimit të poezijnë tonë. Por, përse ke pyetur dhe ke kërkuar ka që shumat kolonelësi? Mos valë ke pa. Me ujnë e zgjume dhe me klith ma pak nashën artistik. Mali hesh, edhe pse për di. Është shënisim që ne morëm të gjithë si staf, klubi letrar artistik në Gjurmët e Dodonës. Menduam që të grumbullonim një sasi fondesh dhe me to të blinin librat. Janë gjithsej 94 tituj librash, 394 kopje që ne i dhurojmë sot për bibliotekat e shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Beratit. Është një nisëm që ne e menduam e bukur dhe domosdoshme, pasi ne si klub letrar artistik kontributin tonë më të madh mendojmë ta japim te breza, tek e ardhmja. Dhe ku më mirë se sa tek librat për fëmijë, që fëmijët fokusohen më tepër te libri. Atëherë nisma ose aktivitetet që ne kemi organizuar si klub gjatë këtij viti kanë startuar në mars të këtij viti me një aktivitet organizuar te bibliotekave Xhibuaraja. Ka qenë një aktivitet shumë i bukur, do të thoja, për poezinë, me poet të ardhur nga Shqipëria, nga trevat shqipfolse, nga Italia, kudo ku ka shqiptar. Pastaj u pasua nga një aktivitet tjetër për fëmijë, për piano dhe violin në muzikë, u quajt Dodona Festival, dhe aty kishte shumë fëmijë nga Berati, nga shumë rrethet të Shqipërisë, të cilët interpretuan në piano melodi shumë të bukura nga pjesët që ato kishin mësuar. Ishte një konkurs i mirë organizuar, do të thoja, dhe tepër i bukur, që është shumë breslënës dhe për Beratin dhe për neve. Më pas, kjo ishte në qershor dhe mbas qershorit në shtator kemi organizuar një tjetër aktivitet nese, edhe kjo pati gjithë përfshirje, me temën jeta dhe vepra Nën Terezës. Edhe kjo ishte një aktivitet madhështor, do thoya, me pjesëmarrje të shumë personave të rinj dhe akademik në shumë vende shqipfolse, Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Malizi, dhe ajo që ishte kulminantja në 5 shtator ditën e Nën Terezës ishte përurimi i shtatores së Nën Terezës në qytetin e Beratit. Kjo ishte
një vlerë mund të them, dhe një arritje e madhe për ne si klub letrar artistik, por edhe për qytetin e Beratit, është një ikon që i duhej qytetit ton, edhe gjithë shqiptarëve. Kjo ikon është për të vlerësuar fakti që u realizua me donator të ndryshëm shqiptar. Dhe kjo tregon edhe një herë se sa dashës jemi në shqiptarët dhe sa human kur bëhet fjala për gjëra të tilla. E kuptoj. Edhe ardhmja prap kështu është menduar që kontributi ynë si staf letrar artistik në gjurmët e Dodonës të jetë po këtu, në DFM-et. Dhe shumë shpejt kemi konkursin e pikturës në 15 nëntor te Galeria e Artit këtu në Berat. Pas saj përsëri do vazhdojmë një aktivitet letrar me dhurim librash të rish në përkopshte dhe me aktivitetet të tjera që do vijojnë, që do ngelen për të parë në vazhdim.